Lidhja e shumë përfolur mes Loredanës dhe Jozit ka qenë prej kohësh në qendër të vëmendjes së mediave roz. Ditë më parë, Jozi ka hequr nga lista e ndjekësve modelin dhe bashkë me të edhe kujtimet nga e kaluara, duke vërtetuar se tashmë ata nuk janë më bashkë. Por me sa duket, Loredana nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga ai. Pak orë më parë, ajo ka publikuar një video në profilin e saj në TikTok, ku në sfond dëgjohej një nga këngët e Jozit. Ajo shoqëroi videon me një mbishkrim domethënës: ana tjetër e medaljes, një frazë që menjëherë ngjalli reagime të shumta nga ndjekësit e saj. A është kjo një tentativë për pajtim, apo thjesht një shprehje e ndjenjave të papërmbajtura? E po kjo mbetet për të parë. Nga ana tjetër, Jozi ka publikuar këngën e tij më të re të titulluar Dhimbje, një tekst që me sa duket kishte të bënte me situatën e tij në lidhje me Loredana Bratin. Se çfarë po ndodh me ta, e dinë vetëm ata të dy. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.